Pra do vënë që se do ishte një ndeshje futbolli Kisafi, udhëheq skuadra e Putinit dhe është mbrapa skuadra e Trumpit, si bje? Në thelb është dhe një luftë nervash mes dy palëve, sepse në logjikën, në mënyrë se si paktën shohim që mendon Trumpi është në fund kush do fitojë mes të dyve, pra, ose kush do të hedhë tjetrit. Ka përshtypjen këtë logjika dhe Putin në thelb. Po edhe fakti që ushtria ruse, le të themi të paktën mendon që është duke fituar në fushën e betejës, i jep një avantazh në këtë rast. Nëse do ishte në vështirësi, do kishim parë një lloj negociata krejtësisht tjetër, pra nuk do kishte këtë lloj ngadalësie nga ana e rusëve. Fakti tjetër është që për rusët lufta në Ukrainë është një luftë thelbësore. Duke qenë një luftë thelbësore kanë, le të themi, e marrin kaq ngadalë ose zvarisin kaq shumë situatën për të arritur objektivat që ata kanë. Unë mendoj që rusët, edhe nëse arrihet një marrëveshje e paqe duke marrë territorit që kanë pushtuar, duke mos lejuar Ukrainën të futet në NATO, nuk do të përfundojnë me kaq, sepse dyta nuk mund të lejojnë që 80% që tjetër e Ukrainës të dalë jashtë orbitës së tyre, pra edhe të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian quhet një dalje jashtë orbitës, dhe tjetra është fakti që e kanë nisur luftën dhe me një qëllim për të shkatruar idenë e kombësisë, le të themi kombësisë ukrainase në tërësi. Nga pamja demografike, për shembull, Ukraina në këto 3 vite është shpartalluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka humbur gati 12-13 milion njerëz në 3 vite. Dhe unë mendoj që edhe nëse arrin tek një marrëveshje paqe që nuk besoj se ndodhi para vjeshtës, sepse me shumë mundësi gjatë kësaj verës, tinës së verës, rusët do bëjnë një ofensiv tjetër për të marrë një pjesë territorit që ka ngelur në Ukrainë, por thelbi nuk besoj se do ndalojnë me kaq në lidhje me Ukrainën. Pra më duket e pabesueshme që rusët dhe Putini të kanë arritur në këtë pikë dhe të thonë që me ndalin me kaq, pjesa tjetër do të bëjë çfarë dojë, pra të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian ose të bëhet një shtet model, se mund të bëhet edhe një shtet model. Nuk mendon variantin e keq për shkak që Trumpi, Bashkimi Evropian të dërgojnë në mënyrë të jashtëzakonshme armatime të rënda, raketa me shumicë, pra do të thonë dhe apo trupa mercenare në mënyrë që të krijojnë një peshore të re në frontin e luftës. Pra, mendoj që kjo gjë nuk përshtohet. Do kemi vetëm Putinin që do të thotë Trumpit, jo konferencës paqes, jo Ukrainën atë Zelenski ta marrin me shpulla, tallemi, eci përpara dhe vetëm një krap fiton. Mendoj që edhe skenari tjetër nuk do ketë asnjë reagim, domethënë do vazhdojnë ta marrin Trumpin kështu, ta marrin gjiro, i tha jo ta disrespektojnë vazhdimisht presidentin e Amerikës. Dhe skenari tjetër është i mundshëm. Se një personalitet si Trumpi, kujdes, një personalitet si Trumpi është në momentin që shpërthen anën tjetër, shpërthen tamam. Mënyra si mendon Trumpi, nëse vjen një pikë ku ai sheh që Putin praktikisht është duke mashtruar, le të them, është duke e hedhur, mund të jemi në skenarin tjetër. Po është duke e hedhur. Është duke e hedhur, sigurisht sepse kjo pritet që të ndodhte, nëse nuk kishte masi iluzion. Ne habisim që se edhe këshilltarët e Trumpit thonë në që do ta hedhi, po ai kishte dhe skenari tjetër me këta si mundshëm, po unë mendoj që Ukraina problemi më të madh e ka njerëzor. Sado raketa, sado tanke i dërgoi, problemi kryesor që ka Ukraina është njerëzor. Po pse Rusia do vazhdojë të mobilizojë rinin e Sankt Petersburgut, e Moskës? Rinia e Petersburgut është akoma në lokale dhe në restorante. Pjesa më e madhe janë nga zona tip Tatarstani, Bashkortostani, Kaukazi. Sklevrit e shketo. Ka një pjesë të madhe që shkojnë janë vullnetar, një pjesë e madhe janë vullnetar. Me pagesë. Pra aq kosa ka këtë, le të themi, këtë bazë burim njerëzor Rusia do vazhdoj luftën dhe ky burim njerëzor vështirëse mund ndaloj në të ardhmen e afërt.